Përshëndetje gjithëve. Në kuadër të portalit edukativ financiarisht i pavarur, përpiqemi që fenomenet ekonomike t'i bëjmë sa më të thjeshta, sa më lehtësisht të kuptueshme edhe për qytetarët. Dhe një ndër pyetjet që më bëhet më shpesh në rrethin tim miqësor apo familjar është pyetja se a do ketë më forcim të euros, a do kemi një zhvlerësim të lekut në të ardhmen, pra që të kthehemi në nivele që ka qenë më përpara euro, pra në nivelin 125 lekë apo 140 lekë. Dhe sado paradoksale të duket kjo pjesë, nuk është një pyetje së cilës mund të kthehet një përgjigje shumë e thjeshtë. Dhe unë zakonisht qoftë edhe me shaka, po edhe për të dhënë një farë mesazhi, u tregoj historinë e Ezopit. Në kohët e lashta, Ezopi ishte një skllav pronar, Ksanti ishte një skllav pronar, i cili kishte bler një skllav mjaft të zgjuar që ishte Ezopi, dhe në kuadër të pjesë e jetës së tij, për çdo lloj fenomeni që nuk dinte të jepte një zgjidhje, pyeste skllavin e tij Ezopin, i cili ishte shumë i mençur dhe gjithmonë i jepte një zgjidhje. Dhe një ndër gjëra që bën gabim Ksanti ishte që pasi pi dhe dehet në një gosti me slavpronarësh të tjerë, vë një bas me të tjerët dhe thotë që unë nesër në mëngjes në orën 8 do pi detin. Dhe kuptohet, të tjerët e kundërshtonin, vën bas me gjithë pasurinë që kishin, që Ezopi të nesme në orën 8 të mëngjesit do paraqitej në mes të sheshit të zonës të qytetit dhe do pinte detin në prani të tjerëve, në të kundër do humbiste gjithë pasurinë. Mirë, por çfarë ndodh? Kur Ksanti kthehet në shtëpi, i del pia dhe normalisht kërkonte nga Ezopi një mendje të zgjuar se si t'i shpëtonte këtij fenomeni, pra si ta bënte që edhe të mos dilte keq para njerëzve, por pra që s'mbajti llafin, por në anën tjetër të shmangte humbin e pasurisë. Dhe Ezopi i thot këtë gjë. Po thot, shkoni në qendër të qytetit dhe deklarojeni në sy të gjithëve që unë jam dakord, unë do ta pi detin, por ama detin pik, me kushtin që ju të ndaloni të gjithë lumejt, të gjithë prejnë që derdhen në det. Dhe vetëm pas ju ta keni bërë këtë gjë, atëhere unë do pi detin. Pse e thash këtë histori? Sepse të parashikosh trendin e kursit të këmbimit, në radhë të parë duhet që ne të dimë se sa euro apo sa valute huaj hyn e del në qarkullim. Dhe të gjithë e dimë që një pjesë jo e vogël e transaksioneve financiare në valutë huaj ndodhin jashtë kanaleve bankare. Pra, ne si ekonomist mund të përllogarisim apo të përpiqemi të përllogarisim me përafërsi volumet e transaksioneve që vinë nëpërmjet kanaleve bankare që janë remitancat, apo transfertat, apo pagesat, si dhe vlerën e volumit të transaksioneve që vinë nga importi, nga eksporti, apo nga turizmi, por ama kur nuk arrim dot të parashikojmë fenomenin e transferimit jashtë kanale financiare. Dhe kjo na pengon që të jemi shumë të qartë apo të dimë realisht se çfarë mund të ndodhë në një periudhë të afërt me kurset të këmbimit. Kjo është më e thjeshtë në ekonomitë e zhvilluara, sepse mundësia e transferimit apo e transferta në kanalet jashtë sistemit financiar është relativisht shumë herë më e vogël krahasuar me ekonominë në zhvillim si e Shqipërisë. Dhe kjo është arsyeja pse t'jeni të bindur që asnjë ekonomist, sado i zodhet të jetë, apo sado të jetë i përgatitur me statistikat, nuk do e ketë kurrë të mundshme t'ju thotë realisht një çmim final të kursit të këmbimit në të ardhmen.